Zoti Berisha, pa 8 vitet e Bashës, si kryetari i Partisë Demokratike, këtë forcë politike e keni drejtuar ju. Pra 20 e ca vite, drejtuesi kësaj force politike keni qenë ju. A nuk e keni menduar ndonjëherë se lënia e kësaj force politike, një leadershipi të ri do jepte një tjetër frymarrje për të përballur me këtë regjim që ju e cilësoni? Edhe një herë sa vite the? Mos të bëjnë gabim, thash 20 e ca vite duke hequr 8 vitet e Bashës. Po. Unë kam menduar dhe e kam bërë realitet atë. Unë e kam bërë realitet, kjo pyetje nuk më shtrohet mu dot. Se unë, kur huma një palë zgjedhje që s'ishin fars, unë dhash dorëheqje. Dhe një i ri, erdhi pas meje. Tani, se zgjodha unë, atë zgjodhe në antarësia e PD-s, po unë e mbështeta, masi u zgjodh e mbështeta, pa diskutim, sepse unë isha thjesht një antar partijit loajal i forcës sime politike, por s'mund të thosh se nuk ishte i ri. Ishte i ri. Është tjetër problem, se çfarë përfaqësimi bëri ai për gjeneratën e vet, nuk ishte përgjegjësia ime ajo. Shiko, të tjerë ka me mira, mos themi këte, se unë kur nuk besoj në të pasrëndësueshëm. Por, pyetja që ju më bët mua, unë e kam provuar atë. Unë jam njeriu që e kam provuar. E kam faktuar. Dhe kam vepruar shumë drejt, pavarësisht se çfarë mund të. Unë nuk udhëhiqem nga paragjykimi. Mendova se një gjeratë e re do të jetë një shans i madh për forcën politike.